Dashnor Sula, deputeti i Partisë Demokratike i cili nuk u bë pjesë e garës për një tjetër mandat më 11 maj, shpreh keqardhjen që kjo parti dhe aleatët e saj i humbën këto zgjedhje. Sula referua rezultateve të disa kutive që janë numëruar deri më tani kryesisht në Vorë, thotë se ndihet i zhgënjur nga Partia Demokratike dhe rezultati i saj. Ai thotë se përgjegjësia është e çdo demokrati, por sidomos e atyre që drejtojnë. Sipas tij, nuk mund t'i afrohesh elektoratit nëse ke një imazh të rënuar e të pabesueshëm. Sula thotë se Partia Demokratike 4 vite flegjum dhe 3 muaj shkon dhe u kërkon zgjedhësve votën, gjë e cila ndikon në një rezultat humbës sipas tij. Unë dua të shpreh keqardhjen në radhë të parë me Partinë Demokratike për opozitën. Nga ky çast do duhet që nga i pari deri te demokrati i fundit të marrin përgjegjësinë, sepse rezultati është më së i qartë për mendimin tim. Shpreh keqardhjen sepse unë në jetën time politike jam munduar që kurrë mos të gënjej, kurrë mos të mashtroj simpatizantët e mi, mbështetësit e mi dhe të gjithë demokratët. Se kam qenë i vërtet me ta, kam pasur rezultate elektorale të mira. Unë besoj se vlera e një politikani matet nga imazhi që ka si individi politikës. Nëse ti ke një imazh të rënuar, mashtrues, njëri që s'mban fjalën, njëri që s'ka aktivitet politik, që nuk përcjell një mesazh si një njeri punëtor. Në Shqipëri duhet punosh 4 vite që të punojnë qytetarët për ty. Këto 4 vite flen gjumë dhe pas 3 muajsh shkojnë tek qytetarët, thot Sula.